se Abdullah ibn Umeri, djali i Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhuma, thot po este në Qabe ose në territorin e Qabes, domethënë, dhe dy djelmosha i fusin krahun, domethënë njërin një krah dhe tjetrin krahun tjetër, duke e përshëndetur, duke njoftur që ishte sahabiu i pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe duke i bërë një pyetje. Pyetja e tyre konsistonte që nëse e vrasim një mizë ose një mushkoj në dorë ose tek rroba, konkretisht tek rroba, dhe rrobaja bëhet me një pikë gjaku që mund të bartë ajo në vetvete, a lejohet që të falemi në këtë rrobe pa e larë, pra pa e pastruar, duke qenë se është diçka e vogël? Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu drejtohet këtyre dhe u thot: nga vini, pra nga janë djemt? Thot: ne vim, thot, nga Iraku. Subhanallah, thot, i lartësu qoftë Allah. Po pyesni për një pikë gjakut një mushkonje, ndërkohë që vrat nipin e profetit alayhi salatu wassalam. Domethënë, shiko se çfarë krahasimi bën. Nuk ishin këta ata të cilët shkaktuan vrasjen e nipit të profetit alayhi salam, por u tregon domethënë që vini nga një vend ku dëshironi të tregoni interes shumë të lartë fetar ose interes të lartë në devotshmërinë e fesë, siç është rasti konkret, por do të kishte qenë më parësore të ruani shenjtërinë e gjakut të njerëzit, para se të pyesni për saktësinë e rrobës ose pastërtinë e rrobës për namaz.